Selamu alaikum. Këtë ditë ka shumë kasravesh në pazar edhe duke ngrën të kasravesh kujtohet një hadithi dërguar Allahu xhalleshanu. Transmeton Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثة بالرطب. Dërguar Allahu xhalleshanu hante kasravesh bash me rutab janë hurmat freskëta. Edhe në qoftë se dikush ka mundësi le të përdor këtë. Kjo është padyshim është veprimi i dërguar Allahu xhaleshanu min sunanil aada. Sunanul aada kuptimi është nga sunet që kishte tradita ose adat ose mund të themi dërguar Allahu xhaleshanu natyrisht që ka çdo njeri një adat, një qef, një dëshira që ka, edhe dërguar Allahu xhaleshanu kishte. Por çdo veprimi i Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është sababi i kënaqësi Allahu madhruar. Edhe ai është shembull për ne në çdo veprimin e tij në jetën e tij. Edhe umërzitja e tij, kënaqësia e tij është shembull. Mënyra grenjes tij është shembull. Atë në qoftë se ai ka ngrënë, domethënë dërguar Allahu xhaleshanu hurma me kasraves, hukama mjekët kanë shkruar që kisa kasraves është i ftohtë me efektin e vet, kurse hurma është zet. Kur bashkohet të dyja japin një efekti shumë mirë për shëndetin e tonë. Edhe një ushqimi shumë mirë është për shëndetin e tonë. Prandaj kush e ka mundësi le të praktikoj këtë sunet i Profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe shija ka, edhe le të shijoj çfarë shija ka në të dyja. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harova, kjo hadithi transmeton Imam Tirmidhi rahimahullah, edhe Imam Tirmidhi ka thënë hadha hadithun hasanun sahihun gharibun. Hadithi hasan është sahih është, gharib kuptimi nuk është, gharib kuptimi është hadithet që tregojnë rral shokët Profetit alayhis salam. Edhe kjo hadith është rral, domethënë nuk është shumë famshëm. Por hadithi është hasan sahih tek Imam Tirmidhi rahimahullah. Selamu alaikum.